kur jenë situatat vështira, ose do me dalë në sukses saktum, na kryesisht flasim për sebepet. A ke marrë sebepet? Do të marrë sebepet. A që shtot apo? Mirë, Yunusi alayhi salam ka qenë bar balenës, apo? U konë fort në zero konë, apo? Edhe thush, çfarë sebepi ka marrë me dalë me që aty të? Cële ka qenë sebepi që e ka marrë me dalë? A i s'ka pasër? Sebepi ti ka qenë, inni kuntu minadh dhalimin. Për çfarë ka dalë? Domthon, ka eret në situatat caktuara o mënej që në Ramazan, nështë sebepi kryesor që kimi a dalë në Ramazan është me pranu kushije dhe me kazu ku po dhe me shkuat. Inni kuntu minadh dhalimin. Me çfarë ka dalë? Për çfarë Allah ka thonë atë? Domthon, e kena nëzirën, nëse subhaneke bashkë, apo po, aja që të ka robe se kjo, subhaneke, la ilahe illa subhaneke është për Zotin, po vetë, inni kuntu minadh dhalimin. Andaj, të ndërlozër, kërkim falja edhe me ta falë Allah është sebebi kryesor për me dalë. E tash njeri kur e kupton që është në zërë, edhe kupton që është keq, edhe kupton që litari vetëm për me dalë që kë, në mënë paroj që është tani në fund, Allahumme inneke afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Se për shkak se që ta pejgamberi në fund dhe dishi fundi ka qenë këtë kërkim falje për shkak se qëtash jenë me të dhe pak medalë, që të nëse s'del me që litar, kur s'ki medalë ato. Litari vetë medalës është pranimi i gjendjes edhe vlerësimi i faljes. Pranimi i gjendjes edhe vlerësimi i faljes.